Gjesti jep lajm të mirë në fundit vllait Luizelli dhe Egli Tako ngushëllojnë këngëtarin gjatë varimit. Në fshatin Pavlan të Pejës, ku zhvillua ceremonia martore, ju dhe lajm të mirë e fundit 15 vjeçarit Eldion Kelmendi, i cili ndroi jetë tragjikisht pas një aksidenti. Në këtë ditë të dhimbshme pranë familjes Kelmendi dhe të afërmve ishin të pranishëm qindra qytetar, miq si dhe figurat njohura publike dhe ish banor të Big Brother VIP Albania, ndërta spikati edhe këngëtari dhe fituesi i edicionit të dytë të Big Brother VIP Luizelli, i cili me shumë respekt dhe ndjeshmëri u ndodh pranë babait të Gjestit, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta në këto momente të vështira. Fotografitë e publikuara nga ceremonia tregojnë emocionin dhe solidaritetin e komunitetit, ku prezenca e Luizit dhe figurave të tjera të njohura ishte një mbështetje e çmuar për familjen e pikëlluar. Mes të pranishme ishin edhe Egli Tako, këngëtarja Dafina Zeqiri, Ylli Limani dhe shumë artistë të tjerë, të cilët ju bashkuan Gjestit për t'i dhënë mbështetje dhe familjes Kelmendi gjithashtu. Ky rast i rënd ka prekur thellë jo vetëm familjen, por edhe gjithë shoqërinë, duke evidentuar solidaritetin në momente dhimbje dhe humbje të një jete të re.